Personat që hanë kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë me atë që shkakton. Nga një studim i bërë është zbuluar se të konsumoni të paktën 2 herë në javë kos ul riskun për gratë që të vuajnë nga hipertensioni dhe nga problemet kardiovaskulare, të tilla si një atak në zemër ose goditje në tru, deri në 30% edhe tek meshkujt me 19%. Ulëntimet besojnë se kombinimi i fermentimit të kosit natyror me përmbajtje të kalciumit sjell përfitimet për zemrën e njeriut. Gjetjet e mëparshme sugjerojnë se kalciumi luan një rol në tkurrjen normale të relaksimit të zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndërsa probiotikët e cilat gjenden te ushqimet e fermentuara kanë qenë të lidhura me presionin e ulët të gjakut. Autori i studimit, Justin Budina, nga Universiteti i Bostonit, tha se rezultatet tona janë prova të rëndësishme të reja që kosi na jep përfitime të mira për shëndetin e zemrës dhe duhet të jetë pjesë konsistente në dietën tuaj të pasur me fruta, perime, kokra të pasura me fibra. Rreth 1.5 milion goditje në zemër dhe goditje në tru ndodhin çdo vit në SBA. Ulëntuesit analizuan 55.898 gratë të moshës nga 30 deri në 55 vjeç nga North Health Study edhe 18.232 meshkuj të moshës nga 40 deri në 75 vjeçare nga Health Professional Follow-up Study. Të gjithë pjesëmarrësit e studimit vuanin nga presioni i lartë i gjakut dhe u mbajtën në vëzhgim për 30 vite. Pjesëmarrësit plotësuan pyetësorët e ushqimit të cilës studiuesit i përdorën për të llogaritur konsumin mesatar të kosit. Gjetjet janë botuar në American Journal of Hypertension. Vitamina D është një zgjidhje e lirë ndaj ilaçeve të zemrës. Kjo vlen pas ulëntimeve të bëra muajin e kaluar ku u sugjeruar se vitamina D është një zgjidhje e lirë për barnat pasi shkencëtarët zbuluan se errezet e diellit parandalojnë dëmtimet e zemrës të shkaktuar nga diabeti ose presioni i lartë i gjakut. Por kosi është një nga produktet më të mira ushqyese për të cilën, nëse e zgjidhni atë të pasur me element dhe gjithashtu të përgatitur vetë në kushte shtëpie, përfitimet që do të merrni do të jenë të menjëhershme dhe të shumëfishta. Kosi është një nga aleatët më të mirë të shëndetit dhe si i tillë duhet të konsumohet në mënyrë të pandërprerë në dietën tuaj, i pa ëmbëlsuar ose pa shtesa të tjera të produkteve të ndryshme, por duke u konsumuar brenda standardeve të duhura, kosi do të jetë një element i rëndësishëm për shëndetin tuaj, duke sjellë kështu rezultate të rëndësishme për ju. Kosi është një produkt fantastik që mund të ndihmojë edhe në betejën kundër problemeve të hipertensionit. Studimet tregojnë se shtimi i kosit në dietën tuaj ndihmon në uljen e riskut të hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu ju ndihmon në mbajtjen e trupit në formë dhe parandalon sëmundjet kronike, si dhe ndihmon edhe sistemin tuaj tretës në mënyrë që t'i bëjë balë çdo problemi. Kosi ndihmon edhe në humbjen e kilogramëve tuaj të tepërt. Sipas studimeve të reja, kosi përshpejton humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së yndyrnave dhe dhjamit, duke u bërë që të keni më pak probleme me trupin tuaj dhe të keni gjithashtu më shumë përfitime të shëndetit. Kosi është i pasur me kalcium dhe kalciumi te kosi do të rrisë procesin e djegjes së yndyrnave në trup dhe ndihmon në rritjen e shkallës metabolike. Ato që konsumojnë kosin rregullisht tentojnë të humbasin rreth 80% më shumë yndyrë në stomak se ata që nuk e shtojnë kosin në dietën e tyre të rregullt. Kosi ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit të lëkurës. Gjithkush dëshiron një lëkurë të shëndetshme, të përsosur dhe rrezatuese. Konsumi ose aplikimi i kosit direkt në fytyrën tuaj mund të sjellë rezultate të mira në hidratimin e saj dhe gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të lëkurës. Acidi laktik ndihmon edhe në pasurimin e lëkurës suaj me element ushqyes kundër rrezeve të diellit, duke mbajtur atë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe pa problema anësore. Shtimi i kosit në menunët tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe parandalimin e acarimeve të saj. Zinku, që gjendet te kosi, është i dobishëm në heqjen e akneve dhe njollave të lëkurës, duke e kthyer atë në një mbrojtje të mirë për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve. Kosi i bën shumë mirë shëndetit tuaj të stomakut dhe duhet të shtohet me do e mos në dietën tuaj.
Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacioneve të zorëve, problemeve të zorës së trashë e të tjera. Këto probiotik do të forcojnë sistemin tuaj imunitar dhe do ta mbrojnë gjithashtu edhe stomakun tuaj nga infeksionet. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër infeksioneve. Kosi është i mirë në problemet që shkakton osteoporoza. Brishtësia e kockave do të vijë si pasojë e ndryshimeve të kushteve hormonale ose edhe mungesës së vitaminave D dhe të kalciumit. Ndaj shtimi i kosit në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje të vërtet ushqyese për ju dhe për shëndetin e nyjeve. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i tij në dietat tuaja është i mirë për strukturën e kockave. Kosi është një aleat i mirë i shëndetit të tensionit. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut, me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë. Rreziku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me të paktën 30 deri në 50%. Shtimi i kosit në menunët tuaj ditore do të përmirësojë peshën trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kalorit. Ai shuan urinë dhe nepsin nga ushqimet të ëmbla. Kosi, pasi përthithet menjëherë nga organizmi, do të luajë një rol të rëndësishëm ushqyes për shëndetin tuaj. Kalciumi te kosi ndihmon që qelizat e gjakut të ulin prodhimin e kortizolit dhe të yndyrnave, duke cilësuar atë si një përzgjedhje të mirë ushqyese në dietën tuaj. Është e rëndësishme që kosin ta keni pjesë të dietave tuaja ditore, duke ditur edhe rëndësinë që ka për shëndetin tuaj në evitimin e kilogramëve të tepërt. Kosi do të ofrojë vitamina dhe minerale të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminat B5, vitaminat B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për organizmin, e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj shtimi i kosit në menunën tuaj ditore do të ofrojë edhe këto element ushqyes. Kosi është i mirë kundër ftohjes. Kur imuniteti juaj është i fortë, atëherë dhe organizmi juaj do t'i bëjë ballë çdo komplikacioni. Në mënyrë që të keni një imunitet të fortë, kosi duhet të jetë pjesë prezente e dietave tuaja. Kjo fal elementeve ushqyes që ai përmban do të ndikojë drejt për së drejti në rritjen e imunitetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të realizoni në kushte shtëpie. Kosi është i mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat. Ai e përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe i jap lëkurës elasticitet dhe e rrit shkëlqimin e saj. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit dhe gjithashtu mund të përdoret fare lehtë në të gjitha kategoritë e lëkurës. Duke u përdorur si duhet, ai do të jap një mbrojtje më të mirë edhe kundër akneve, puçrave dhe njollave kafe. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokëve dhe mund të jap gjithashtu rezultate të shumëpritura në rigjenerimin e skalpit të kokës. Kosi është i dobishëm kur keni flokë të thatë dhe të hollë. Ai do të forcojë qimet e flokut dhe gjithashtu do të pastrojë skalpin e kokës nga zbokthi. Siguroni që kosin që përgatisni vetë ta keni pjesë të recetave tuaja ditore, si në bukuri, ashtu edhe në realizimin e një shëndeti më të fortë dhe më të mirë. Vetëm në këtë mënyrë kosi do të japë rezultate të shumëpritura ushqyese dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Sipas studimeve, konsumi i rregullt i kosit në menunët tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të sistemit imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të dëmtimit të shëndetit të zorëve dhe rënies së madhe të imunitetit. Shtimi i kosit në menunët tuaj ditore është një përzgjedhje fantastike me shumë përfitime për organizmin. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja duke ditur edhe fuqinë ushqyese që ai ofron. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni kosin, duhet ta përdorni me kujdes dhe gjithmonë në formën e tij natyrale dhe pa ëmbëlsues të ndryshëm dhe pa shtesa të tjera që i ndryshojnë edhe elementët ushqyes.